Ky është njoftimi i Departamentit të Thesarit të Shtetit Amerikan i lëshuar në mars të vitit 2015. Ky njoftim i nënshkruar atkoh nga presidenti i SBA-s, Barack Obama, kishte bërë bujë të madhe edhe në Kosovë, por edhe në mbar rajonin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë njoftim tregonin se kishin vendosur në listën e sanksioneve Nasar Kelmandin dhe 4 fëmijët e tij. Në njoftim, Departamenti i Thesarit apo departamenti i cili vendos personat në listën e zezë të SBA-s përshkruante se organizata Nasar Kelmandit ishte marrë me trafik të drogës nga Afganistani e Turqia në drejtim të Europës. Nga viti 2015 e tutje, Kelmandi ishte arrestuar nga EULEX dhe në fund në gjykatën tonë ai kishte dalë pafajshëm. Por ai dhe familja e tij vazhdojnë të jenë në listën e sanksioneve të SBA-s me pretendimet e njëjta, se ishin pjesë e trafiqeve të drogës. Familja Kelmandi është e njohur për origjinën e saj nga Peja. Atje, sipas Departamentit të Shtetit, kanë edhe disa biznese. Por cila është lidhja e familjes Kelmandi me krerët e antidrogës në policinë e Kosovës, këtë kemi me zbulu sonte. Policia e Kosovës organizon drejtorinë antidrogës në Çandër dhe në rajonet e saj. Sipas kësaj strukture, njësitë qendrore kontrollojnë edhe njësitë e vendosura në rajone. Në rajonin e Pejës, edhe për një kohë edhe në rajonin e Gjakovës, e prori në Çandër të këtyre njësive ishte Togeri Astret Jasiqi. Ai u hoqi shumë operacione kundër drogës, duke shënuar rezultate sidomos në hetimin e trafikut të marijuanës. Paralelisht me njësinë antidrogës, Jasiqi bashkë me rreshterin Hasan Lajqi, një drejtues tjetër në antidrogën e Pejës, figurojnë si pronar të një dyqani për shitjen e armëve me emrin Real Arm SHPK. Pra, në njërën anë, eprorët kishin për detyr luftimin e drogës, ndërsa në anën tjetër merreshin me tregtim legal të armëve. Në këtë pikë, një kallëzues i emisionit tonë na ka ofruar një dokument shumë të rëndësishëm. Me datë 23 dhjetor 2020, Togeri Astret Jasiqi në atë kohë kishte edhe pozitën e drejtuesit të njësisë antidrogës në Pejë, kishte marrë një autorizim nga Besnik Kelmandi, djali i Nasar Kelmandit, i cili figuron në listën e zezë të SBA-s. Autorizimi ishte përpiluar në zyrën e noterës Ferasta Pejerinović dhe me këtë autorizim, djali i Nasar Kelmandit, një person në listën e zezë të SBA-s, autorizonte Astret Jasiqi në atë kohë, shefin e antidrogës së rajonit të Pejës, që ta përfaqësonte në procedurat ligjore për marrjen e lejes për një anë të zjarrit. I tërë procesi ishte zhvilluar në publik me dokumente por pa u vënë re nga askush. Ne kemi synu me xhurmu se cila ishte lidhja të Togeri Jasiqit dhe pse ai kishte pranuar me marrë një autorizim nga djali i Nasar Kelmandit. Duke qenë në dijeni që dokumentin të cilin e kishim në dorë ishte dorëzuar për të marrë procedurat për lejen e armës, kemi kërku të përcaktojmë vërtetësinë e tij duke kërku të dhëna prej Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me 3 qershor 2024, ekipi ynë ka dërguar një kërkesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në atë kërkesë kemi tentuar me marrë sharrime nëse ky dokument ishte i vërtetë. Kërkesa, edhe pse është përsëritur disa herë, nuk kishte marrë përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga viti 2024, kur ne kemi dërgu kërkesën tonë të parë, situata në teren ka ndryshuar. 2 eprorët e policisë, pronarë të poligonit, kanë dhënë ndërheqje. Në bazë të asaj se çka ka mësu kallëzo.com, ata kanë dhënë ndërheqje me 20 shkurt 2025. Djali i Nasar Kelmandit, Besniku, një person i cili është në listën e zezë të SBA-s me arsyetimin se ishte pjesë e rrjeteve të drogës, kishte shkuar bashkë me shefin e antidrogës së Pejës në zyrën notariale të noterës Ferasta Pejerinović dhe para saj
shefi antidrogës kishte marrë autorizimin që ta përfaqësoj besnikun në procedurën për marrjen e lesë për armë. Ky autorizim ishte marrë në kohën kur Jasiçi udhëheqte me operacionet kundër drogës në rajonin e Pejës. Për me zhurmu matutje këtë çështje, ekipi ynë ka tentu me marrë qëndrime prej institucioneve. Të vetmit që kanë dhënë një përgjigje janë policia e Pejës. Ata në një përgjigje të qartë kanë konfirmu se autorizimi Kelmandit për Jasiçin është dorëzuar në policinë e Pejës. Duke ju referuar kërkesës suaj, ju njoftojmë, bazuar në evidencat e zyrës për aplikim për armë në stacionin policor në Pejë, në dosjen e qytetarit Besnik Kelmandi nga Peja, është i deponuar autorizimi numër LRP 2870-2020 në emër të Astrit Jasiçit. Kontakti ka qenë i pamundur edhe me Besnik Kelmandin. Për të vënë një kontakt me të, kemi kontaktu bashkëshortën e tij. Falim që po të shqetësoj, a është numri Besnik Kelmandit? Jo, Madelina Ahmeti, gazetare pri Kallzo.com, kisha dash me kontaktu me të, e gjeta qëtë numër. Po lidhje me? E kam një temë të cilën jam të e trajtu një autorizim të vitit 2020, e po më duhet me bisedu me zotrin Kelmandi në mënyrë që me kuptu qartë formën që shë ka bu qatë autorizim për marrjen e lesë armës, me një kompani që është në Pejë. Dhe, kësë së më fejtë të fasin që të numër, a mund të? Po, pa tjetër. As bashkëshortja e as vetë Besnik Kelmandi nuk janë lajmëru pas kësaj telefonate që është regjistru me Kallzo.com. I vendosur në listën e zezë të SHBA-s, Besnik Kelmandi nuk e kishte pasur problem që në zyrën e noterës në Pejë të autorizonte shefin antidrogës së Pejës për ta përfaqësuar në procedura ligjore. Secili që e lexon përshkrimin e listës së zezë për familjen Kelmandi do i parashtroj pyetje vetës. A kishte në Pejë ndonjë lëndë apo hetim për pretendimet për drogën? Për me sqaru këtë situatë, kemi tentu me marrë përgjigje nga Togeri, cili tashmë ka dhënë dorëheqje në policinë e Kosovës, Astrit Jasiçi, dhe rreshterin tani në dorëheqje Hasan Lajçi. Alo? Përshëndetje, zotri Jasiçi, Adelina Ahmeti në telefon për Kallzo.com. Turna. Dashna me të pyet në lidhje me rastin, po besoj e keni dashmë i keni disa emaila dhe kërkesa prej anës tam për me bu një sqarim në lidhje me një autorizim. Veç dashna me të pyet edhe kom dashme ju pyet gjithë këtë kohë, nëse veç e keni ditë paraprakisht Besnik Kelmandi është djali i Nasër Kelmandit kur e keni marrë autorizimin. Zotri Lajçi, përshëndetje, si je? Jo, Adelina Ahmeti për Kallzo.com, nësë të shqetësoj diçka. Porno. Zotri Lajçi, për të ras juve me qënë se me zotrin Jasiçi po munde me ra në kontakt, pavarësisht pse i kam dërgu. Nuk kom kohë mua. A mundem të lutem vetë me pyet nëse jeni në dieni për autorizimin? Për me marrë një qëndrim, kemi dërgu edhe një email tek adresa zyrtare Poligonit, e cila është në pronësi të Jasiçit e Lajçit. Deri në transmetimin e emisionit nuk kemi marrë as edhe një përgjigje në lidhje me kërkesat tona. Për me qenë korrekt, kemi telefonu, ju kemi dërgu mesazhe telefonike edhe ish Togerit Jasiçi, edhe ish rreshterit Lajçi. Në të gjitha kërkesat tona nuk kemi marrë as një përgjigje. Shikues të nderuar, ne kemi arrit me dokumentu autorizimin që djali Nasër Kelmandit i ka dhënë ish shefit të antidrogës së Pejës. Kallzo.com për muaj të tërë ka kërkuar nga institucionet edhe dosin për procedurat që ndjeki djali Nasër Kelmandit për të marrë lejen e armës. Sipas dosis të cilën e ka siguruar Kallzo.com, figuron se Besnik Kelmandi i ka kaluar të gjitha filtrat për të marrë armë, ndërsa Astrit Jasiçi figuron në dosje si person i autorizuar, i cili përveç dorëzimit të dokumentacionit, ka shkuar edhe para zyrave të policisë së Kosovës për të nënshkruar edhe pëlqimin për marrjen e lesë së armës për djalin e Nasër Kelmandit.
në bazë të lëndës. Kelmendi ka dorëzuar një dokument të gjykatës që dokumentonte se nuk ka të kaluar kriminale, mirëpo, në procedura nuk është përmendur në asnjë moment se ai është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E ne kemi me vazhdu me gjurmu edhe më tutje këtë rast për të sjellë tutje të dhëna se si arriti njeriu nga lista e zezë të autorizoj ish shefin antidrogës.